gjë e çuditshme më ndodh te kanali. Nuk e transmetojnë kanalin sepse janë bërë kërkesa se ky kanal nuk përmban çështjet e sigurisë, bla 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 bla. Janë bërë kërcënime që flas shumë. Janë thënë fjalë që këto fjalë që them unë nuk janë të vërteta, janë gënjeshtra. Nuk e di përse, nuk e di çfarë kam bërë përveç të them të vërtetën kundër Edi Ramës. Po base ky Edi Rama ka vënë njerëz nga mbrapa që të ndalojnë të themi të vërtetën. Ju lutem, shikojeni edhe një herë, shikojeni për së-dyti, shikojeni për së-treti, sepse është diçka që nuk e besoj dhe una. Më kanë ardhur në email nga YouTube-i që kanali im është i rrezikshëm, kanali im është përbën shumë i rrezikshëm për janë ca fjalë që nuk mund t'i them tani mbase se mi presin. S'kam çfarë të them. Edi Rama, si përfundim, jo vetëm se ke humbur luftën, por ke humbur dhe qetësinë tate, ke humbur njerëzimin tat, ke humbur dinjitetet e tua, ke humbur çdo gjë që mund të ketë një udhëheqës shteti. Thjesht je një pjesë. Kaq të them unë. Më vjen shumë keq që je kryeministër i një shteti që do kisha mundësi të ishte vërtet një Monaco i dytë. Më vjen shumë keq që nuk shikon përveç vetes tate, përveç parave që ju t'japin, që t'u shqejnë, në mënyrë se si të ndihmosh shtetin tat, popullin që t'ka votuar, që thua ti. Po shikon vetëm si të mbush para lekët e tua, si të mbush xhepat e tua me para, si të shërbesh njerëzve që ty të mbështesin, si të shërbesh njerëzve që ke rreth e qark, si të mbështetesh vëllezërve, motrave, nipërve, mbesave, kushurive, bla 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 bla. Dhe nuk shikon të vërtetën sy. Një udhëheqës i saktë e shikon qeverin nga poshtë, jo nga lart. Dhe nëse do ishte një udhëheqës i saktë, do hiqej jashtë gjitha këto e do dilje në rrugëve që takoje njerëzit e ta shikoje kush është vërtet çdo shqiptar.